Rita, voglushës Rita Vesa, 2 vjeçares e vrarë dhe djegur me 2/4 1999 në Gjakov, bashkë me 20 të tjerë nga forcat polisore dhe ushtarake serbe. Ajo flen në gurin e ftohtë të emrit, bashkë me tamën tringën, bashkë me gjyshën, vllanë, motrat, bashkë me 20 plizbardh të tjerë. Ajo flen në djepin e mërmert, e të hishtur. Unë i pash hapin Rafal Serbi prerë, hapin që sa po kishte mësuar të hedhë. Ajo, atë natë kur e vranë, 2 pranvera kishte mbush. I preka ditëlindjen e dytë, martirës vocër të lirisë, ajo ma njohu prekjen. Edhe guret e varrit qanë, mbi ëndrat e gërshetave dhe plisave të vrarë. Këto vargje kaq të ndjera, kaq të arira, kaq të bukura, vijnë nga krijuesja Shqipe Bytyqi, e cila është krijuese nga Gjakova, por jeton dhe vepron prej vitesh në Zvicër. Shqipe, faleminderit, mirë se erdhe në studion tonë, kënaqësi të diskutojmë bashkë për gjithçka që bëhet në Zvicër, sa i përket krijimtarisë kulturore. Faleminderit për ftesën, e kam kënaqësinë të jem Gjakov, të jem vendin tim. Vini si një përfaqësuese e një organizate me emër Qendra Gjenocidi në Kosovë Plag e Hapur, me seli në Gjenevë të Zvicrës. Një organizatë e cila tashmë ka filluar një aksion shumë të rëndësishëm. Përmes një simboli unik, doni të përfaqësoni të gjitha viktimat e gjenocidit të luftës së fundit në Kosovë. Diçka një nismë interesante, e bukur, por gjithsesi që duhet kohë deri në zbatueshmëritë të saj. Është rëndësishme që kjo organizatë në Zvicër nisi diçka kaq të bukur. Faleminderit që si antara asaj organizate zgjodhët të diskutoni edhe për këtë element kaq të rëndësishëm. Ky simbol i kuq me këto 4 petale të bukura, me atë rënjën e saj në mes të zezë, duket sikur do t'jetë ndoshta simboli më unik sa i përket asaj që u bë në luftën e fundit në Kosovë. Na thoni pak më shumë, çfarë në të vërtetë ka për ju, simbolizon për ju ky simbol? Para se të përgjigjem pyetjen e juaj, kisha pas i them 2-3 fjalë edhe sa i përket pra OJQ-s tonë, sa i përket qendrës gjenocidi në Kosovë Plag e Hapur. Kjo OJQ është themeluar pra në qershorin e vitit 2019, është themeluar pikërisht në atë kohë kur ishte aktual edhe tema e pranimit apo e cilësimit të krimeve të cilat Serbia i ushtrojnë Kosovë si gjenocid, pra që zyrtarisht koha edhe kur kuvendi i Kosovës i përcaktoi si gjenocid. Në atë kohë ishte edhe themelimi i shoqatës tonë. Ndoshta më vonë do të bisedojmë pak edhe për atë se çfarë ka bërë deri tash shoqata jonë. Mirë po, tani në pyetjen tuaj se çka përfaqëson ky simbol. Meqense shumë shtete tjera të cilat kanë dalë prej luftave të ndryshme, kanë pas të ranë të ndryshëm në luftat e tyre çlirimtare, tu fillu prej luftës parë botërore, e kanë marrë pikërisht lulkuqen si simbol të nderim të personave, të njerëzve, të ushtarëve të cilët kanë rënë në lufta. Qendra jonë ka mendu që edhe ne do duhet të kemi një simbol unik që e përfaqëson gjenocidin. Meqense Kosova jonë është e njohur për lulkuqe, flamuri jonë e ka këtë ngjyrë, pikërisht ngjyrën e gjakut. Edhe ne u nisëm nga kjo ide që edhe ne ta kemi lulkuqen tonë. Mirë po, lulkuqja jonë, simboli jonë është i ndryshëm prej shteteve tjera. Pra nuk është e njëjta lulkuqe. Ne kemi lulkuqen tonë i cila i ka karakteristikat e veta. Kjo lulkuqe i ka 4 petale. 4 petale të cilat
përfaqësojnë pikërisht 4 format gjenocidare që pushteti serb ushtroi në Kosovë. Vrasjet, ku rreth 10.000 të vrarë civil ka vrarë Serbia në Kosovë. Petalja e dytë përfaqëson edhe dhunime të ndryshme. Janë mbi 20.000 burra dhe gra dhunun, me qëllim e them edhe burra, sepse ka pas përveç grave edhe burra që janë dhunu. Spastrimi etnik, rreth 1 milion shqiptar u dbun prej trojeve të veta, dhe forma e fundit, apo petalja e fundit që paraqet edhe një formë tjetër të krimit gjenocidar, është shkatrimi, djegja, shkatrimi i objekteve të ndryshme, kulturore, edhe private. Pikërisht shkatrimi i atyre objekteve të cilat e kanë paraqit atë veçantinë që është për kombin tonë. Prandaj, për këtë arsye kjo i ka 4 petale. Nisi si iniciativë, megjithatë filloi ta merrte hovin e saj. Pothuajse shumë personalitete kombëtare anëmban trojeve shqiptare, filluan të ndiheshin krenar me këtë nisme e cila u duk shumë e vogël, por shumë kuptim plot dhe gradualisht mori rrugtimin e saj. Pritshmëritë e organizatës i kishin të tilla? Organizata jonë ka një cak, ka një qëllim. Dhe caku është pikërisht sensibilizimi i opinionit huj edhe opinionit vendor, lobimin për kanalet ndryshme, për njohjen e gjenocidit, ndërkombëtarisht për njohjen e gjenocidit që pushteti serb ushtroi në Kosovë. Prandaj, për të ardhur deri tek kjo, ne kemi menduar që nevojitet një simbol unik, ta kemi. Dhe ky simbol unik kemi qenë të mendimit që përfaqëson më së miri, do të thotë gjithë atë kalvar të vujtjeve që populli jon ka kalu, gjithë ato 10.000 viktima, sepse farat e kësaj lulkuqe këtu nuk janë fara, këta janë njerëz, janë burra, gra, fëmijë, që përfaqësojnë pikërisht ato 10.000 viktima që kanë kalu. Prandaj, pritshmëritë tona nuk mund të them që janë të i kalu, ne kemi prit diçka tjetër, mirë po natyrisht jemi shumë falendërues, edhe shumë të lumtur që iniciativa jonë hasi me një përkrahje shumë të madhe. Mund të them që deri tash janë 14 kuvende komunale që e kanë pranuar. Së fundi edhe Asambleja Komunale në Gjakove mirë priti këtë nismë. Javën e kaluar. Po. Dhe jam shumë falendëruese që isha prezente në mbledhje, shumë falendëruese dhe u bë një punë shumë e mirë që dhe Gjakova e pranoi këtë, pra mund të them nuk ishte mbështetje kur jemi te Gjakova. Nuk ishte mbështetje vetëm e kuvendit komunal, po kishte mbështetje edhe nga media. Ja, ju për shembull, ju falenderoj. Mbështetje nga Radio Gjakova, pastaj mund të them ishte edhe shoqata intelektualëve Jakova që mbështeti këtë iniciativë. Ishin edhe personalitete, veprimtar të njoftun, si Sokol Dobruna, si Mevlyte Mezini Saraçi, që menjëherë ju bashkangjiten kësaj iniciative. Prandaj e shfrytëzoj rastin ti falenderoj të gjithë ata. Dhe edhe herë përsëris janë 14 kuvende komunale, janë me qindra e qindra organizata OJQ, institucionet të ndryshme, intelektual të ndryshëm, shkrimtar, cilët e përkrahën, që të mos i numëroj gjithë me radhë që e përkrahën këtë iniciativë. Diçka e bukur, por gjithmonë kërkohet një finalizim. Është pikërisht vendi tek instancat më të larta, tek Kuvendi i Republikës së Kosovës, ai i cili do ta vullos, nëse jo ose po ky simbol do të jetë unik për gjenocidin e viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Besoj që ko pas kohë kemi parë edhe deputet brenda kuvendit edhe personalitetet të ndryshme të involvuar në punët qeveritare të cilët në mënyrë individuale e kanë mbështetur. Janë sinjale të mira se gjithçka do të finalizohet? Shpresojmë që tjetë ashtu, sinjalet janë shumë të mira që çdo gjë do të finalizohet, kështu që presim që më së largëti, pra me datën 15 janar, në ditën e përkujtimit të viktimave të gjenocidit, të miratohet edhe të aprovohet ky simbol si një simbol unik i gjenocidit në Kosovë.
Atë përmes këtij simboli, a do të merr forma tjera? Çfarë përpos që do të jetë një simbol unik? Keni menduar diçka tjetër në kuadër të këtij simboli? Gjithsesi, ne edhe më herët, si shoqat, pra si OJQ, kemi vepru, edhe si kur e thash edhe më herët, qëllimi jon është sensibilizimi i opinionit. Prandaj ne kemi dalë edhe me vepra të ndryshme, letrare. Për shembull, një prej veprave është libri Mashtrimi i Madh, i cili autori i këtij libri është kryetari i Qendrës Gjenocidi në Kosovë Plagë e Hapur, zoti Bardhyl Mahmuti, dhe jemi shumë të lumtur që ky libër sot gjendet në për bibliotekat të universiteteve më të njohura dhe ndur të njerëzve të cilët të politikanëve mbar botës. Prandaj shpresojmë që ai libër po e kryen punën e vet në prapaskin. Përveç asaj kemi këtu edhe këtë librin, këtu poezi prej cilës edhe lexova. Këtu janë dika rreth 30 autor, të cilët shkruajnë të gjithë për luftën, për pasojat e luftës, për vrasjet, për damet cilat i kanë bo, i ka kriju Serbia në këtë vend. Është pra një libër me tematikë gjenocidi dhe krimet gjenocidare. Përveç lloj vargjesh të bukura, të cilat ka një ndjeshmëri lirike, besoj gjithsesi. Gjithsesi mund gjesh vargjet të cilat me të vërtet të mbushin me lot, jo vetëm që të mbushin me lot, po mund them edhe kujdes gjatë leximit, kujdes gjatë leximit sepse janë gjana shumë të prekshme, janë gjana shumë të dhimbshme, të cilat përshkruhen në mënyrë shumë autentike. Njëjtën gjë mund ta them edhe për romanin tjetër këtu që e kemi përpara. Është romani Eskadronet e vdekjes, po ashtu nga Bardhyl Mahmuti, i cili është një roman i vetëm, mund të them ndoshta po, lirisht mund të them një prej romaneve më të vetëm në Kosovë, që mënyrë shumë dinjitoze dhe mënyrë autentike paraqet ngjarjet reale që kanë ndodhur. Prandaj mrena këtij romani parakalojnë emra real, data reale, të krimeve, të vrasjeve, të përsekutimeve të cilat Serbia i ka bo, pushteti, aparati shtetëror serb i ka ushtru në Kosovë. Dhe ajo është më e rëndësishmja se gjitha këto autori i paraqet nga këndvështrimi një gazetari. Është një gazetar serb, i cili i shet gjitha këto krime çfarë po ndodhin. Prandaj ky roman është një roman mes romanit historik, ka figura fiktive, po shumica e atyre figurave janë reale. Shumica janë reale, edhe data reale. Me ndihmën e shumë veprimtarëve, ky libër është jo vetëm që është botu, por edhe është përkthy në shumë gjuhë botërore. Është përkthy në anglisht, është përkthy në spanjollisht, në turqisht, është tani në përkthim e sipër në gjermanisht, në frëngjisht dhe shpërndahet falas personave të ndryshëm, institucioneve të ndryshme. Betet diçka histori brenda një shteti kur është e përkthyer dhe pastaj mund ta kenë një pasqyrë reale të asaj që ndodhi në Kosovë. Këtu edhe është caku edhe qëllimi i qendrës. Më intereson të di, na dha atë sqarimin e të gjitha petoaleve, brendisme të zezë, po kjo fusha më të bardhë, ishte e rastësishme apo ka ndonjë simbol edhe ngjyra bardhë? Fusha më të bardhë, me sa unë e di, nuk ka një simbol të posaçëm, edhe pse për këtë ndoshta më së miri mund të flet ideatori edhe dizajneri i kësaj, do të thotë Adnan Aslani, zoti Adnan Aslani, i cili këtë e ka dizajnuar. Mirë po mendoj si një sfond i bardhë ku do të bjenë në sy ngjyra e kuqe. Mirë po ndoshta atë çfarë nuk e thash janë 4 petalet. Edhe 4 petalet janë vendosura në formë të shkronjës X. Edhe kja e ka simbolikën e vetë. Që do të? Simbolikën e vetë që në vendet të cilat kanë qenë etnikisht të përzira,
Do thotë kanë qenë ushtarët serb apo pushteti serb mund të them më tepër, të cilët i kanë vu shenjat e kanë dhuni X në për dyrt e shqiptarëve që ka qenë si një shenjë që aty mund të hyni dhe mund të kryeni krime. Prandaj edhe kjo është në simbol. Ngjyrë e simbolizimit në një farforme. Diçka e bukur, e rëndësishme dhe historike gjithsesi, sepse tentohet të jetë historike, që për brezat të rinj, përmes këtij simboli, ta kenë një informatë se çfarë në të vërtetë, edhe ky sqarimi i këtyre petaleve gjithsesi ishte shumë e bukur. Të gjitha ato figura që mirëpritën edhe u bashkuan edhe i thanë po kësaj nisme, çfarë ju bën të ndjeheni juve si organizator, si nismëtar, sepse ju rrallë ndodh që nismat nisën, por hasin diku në gozhd. E kësaj radhe si duket është se cila rrugë po hapet vetvetiu? Është një dhimbje të përbashkët. Janë humbje të përbashkëta që i kemi pas. Prandaj ka qenë e pritshme, megjithatë them shumë faleminderit, edhe është shumë me rëndësi që kjo iniciativë të shkon deri në fund, sepse është një dhimbje e përbashkët, është një dhimbje e krejt Kosovës. Bile ne kemi pas edhe kemi edhe ende një mbështetje shumë të madhe. Kur them kemi ende, mendoj edhe në ditët e ardhshme do të vjen presim mbështetje të reja. Mbështetje jo vetëm nga trojet, jo vetëm nga Kosova, po nga gjitha trojet shqiptare. Kemi mbështetje edhe nga jashtë, kemi mbështetje edhe nga diaspora, kemi mbështetje nga Shqipëria, kemi mbështetje edhe nga tuaj, dhe kjo është pikërisht ajo çfarë ne kemi synuar dhe jemi shumë falënderuese, shumë të lumtur për këtë. Emri i shoqatës Gjenocidi në Kosovë, plagë e hapur, veproni në Zvicër, një shoqatë e cila në brendi ka njerëz, veprimtar dhe intelektual të cilët ndër vite kanë dhënë shumë nga jeta e tyre. Ndoshta edhe gjithas aktivitet dhe veprimtari, kjo nismë doli natyrshëm nga vrulli juaj i përhershëm që kishin të konsumuar me ngjarjet që ndodhnin në Kosovë. Kjo është e vërtetë. Ju nuk ishit atje gjithmonë. Keni vepruar edhe keni sfiduar veten ti dhe shumë të tjerë edhe brenda situatës në Kosovë. Kjo është e vërtetë, edhe një pjesë e madhe e veprimtarëve faktikisht jemi të përndjekur politik. Jemi njerëz cilët edhe më herët kemi vepruar këtu në Kosovë dhe pastaj për arsye politike jemi larguar dhe kemi mbetur ende atje. Ne kemi vazhduar atje të veprojmë, edhe pikërisht ka qenë njohja e gjenocidit armen, e cila neve na motivoi që të angazhohemi dhe të bëjmë diçka në këtë drejtim. Sepse gjenocidi armen u njoft 70 vite me vonë, ndërsa edhe 30 vjet tjera me vonë, në rastin e 100 vjetorit të gjenocidit në armen të kryer nga perandoria osmane në atë kohë, pra në vitin 1914, 15, 16. U njoh tek pas 100 vite dhe shumë shtete tjera e njohën këtë. Prandaj kjo ka qenë edhe ideja jonë, mos të lojmë me kalu 100 vjetë. Veprojmë më herët. Po, nga vendasit aty ku jetoni edhe veproni, që nuk janë shtetas shqiptar, si është mirë pritur kjo nismë? Keni pas, ndoshta mund të themi pëlqime gjithsesi për kraje, por është pasi diçka e rëndësishme për shembull nga zvicranët, nga njerëzit që ju në baza ditore punoni atje në vendet e juaja dhe njihni persona të nacionaliteteve të ndryshme? Zvicra mund të them është mjaft e sensibilizuar sa i përket çështjes së Kosovës. Zvicra është një prej vendeve të para të cilët edhe e kanë pranuar shtetësinë tonë. Zvicra ka pranuar shumë refugjat. Prandaj është e njoftun qysh në gjenezë, qysh në fillim me problematikën edhe me problemet edhe me të gjitha llojet e krimeve gjenocidare që Serbia ka kryer në Kosovë. Prandaj kemi mbështetjen edhe të opinionit, po kemi së shpejti presim të kemi edhe mbështetje në nivele tjera, sepse për moment kemi mbështetjen opinionit edhe të individëve veç e veç. Faleminderit. Është rëndi tash
ata që nuk ju njohin. Fatmirësisht rrjetet sociale po i promovojnë më bukur këto nisma. Na fol pak më shumë për organizatën që ju përfaqësoni, duke qenë antare e bordit e asaj organizate, cilat janë ato veprimtarit që i bëni ju në Zvicër apo gjetiu në vende tjera, por që gjithmonë e lidhni edhe anën kombëtare dhe atë ndjeshmërinë dhe lidhjen që keni me atë dheun. Sa i përket qendrës gjenocidin e Kosovë plagë e hapur, është formu me 30 qershor të vitit 2019. Pa kohë me vonë, një gjysmë me vonë, ndodhi pandemia. Kështu që për fat keq, ashtu sikur krejt bota, edhe ne ishim të mbyllur. Mirë po, ne e shfrytëzum kohën. E shfrytëzum kohën nëse nuk e kishim mundësinë që të krijojmë apo të mbajmë aktivitete tjera. Atëherë unë alëm në promovimin letrar të veprave të ndryshme. Do thotë përveç këtyre veprave letrare që i ceka, mos harroj është edhe një vepër tjetër, të cilën gjithashtu autor është Bardhyl, zoti Bardhyl Mahmuti, i cili shkruan dhe flet më tepër për terminologjinë e cila duhet të përdoret, e posaçërisht për juve për gazetar, në rast apo në koncept me gjenocidin. Sepse ka shumë forma terminologjike cilat ndoshta janë të gabuara dhe mënyrë të padashje e bojnë mohimin e gjenocidit. Aty ka qenë qëllimi. Prandaj në këtë kohë, në këtë fazë, ne jemi në fazën e pandemisë, jemi orientu pikrisht në botimin e librave, në përkthimin e librave, ofrimin opinionit gjanë, opinionit vendor, po edhe opinionit tuaj këtyre librave. Ka në gjirin e saj organizata edhe njerëz të profileve të ndryshme krahas krijuesve, që bashkarisht pastaj të bëni edhe shumë punë tjera? Kemi profilet të ndryshme. Edhe në plan programin ton, besoj që në të ardhmen tash do të dalim edhe me organizime tjera. Edhe pse për momentin e kemi aktual që ky simbol le të pranohet. Edhe shpresojmë që ky simbol do të aprovohet dhe do të pranohet si simbol unik. 15 janari është shumë afër edhe do të adonim të gjithë që kjo të ndodhte, sepse diçka e bukur vjen përmes këtij simboli dhe mbetet një histori në vete. Gjithsesi një nismë shumë interesante dhe shumë e bukur. Shqipe, me që ju zura në Gjakov, ne nuk do të lëm pa përmendur edhe gjithat aktivitetin tuaj. Ne do të flasim në një moment tjetër edhe për krijimtarinë tuaj të vazhdueshme, sepse shikuesi duhet ta dinë që ju një krijuese e vazhdueshme, edhe kjo ju ka bërë që ju vazhdimisht të jeni aktive. Por më intereson të di pak, ka pak ditë që ne kishim edhe ditëlindjen e Anton Qetës, e juve ju njohin në fillim si njëra prej veprimtarëve që i keni shku krah kësaj nisme për pajtimin e gjaqeve. Ishit shumë e re atëherë, por shumë e guximshme të merrni nisma të tilla. Domethënë, nuk është kjo nismë rastësishme, është e konsumuar me nisma tjera kombëtare. Sot mund të them që e kom pas fatin që isha krah profesorit Anton Qeta. Ka qenë një privilegj, edhe mund të them që ka qenë një prej përvojave më të bukura, më të fuqishme emocionalisht, po edhe më të pasura, cilat i kom pasur në jetën time. Edhe një pjesë të formimit tim them që e kom bë pikrisht afër profesor Anton Qetës, pikrisht në odat e burrave në rrethin e Gjakovës. Ka qenë një risi sepse femna për herë të parë u fut në oda. Edhe për mu, prej Gjakovës ka qenë një risi, ka qenë shumë interesante, ka qenë shumë motivuese dhe rezultati u pa. Kosova e përqafoi idenë e pajtimit gjaqeve. Sepse ideja e pajtimit gjaqeve ishte jo vetëm të falet gjaku, po edhe të bashkohemi gjithë si komp. Ishte një amulli politike në atë kohë. Edhe u gjetë, ishte si një apel të mlidhemi, të bëjmë diçka, të bëjmë atë çfarë mundemi. Dhe u mbledhëm, u bëm grosht. Dhe pastaj ajo ishte nisma edhe e organizimeve tjera, cilat më vonë erdhën.
Çfarë mban mend më shumë në ndonjë moment caktuar kur e ke pasë vërtet kjo punë që ka e vështirë, të gjendesh në rrethana të ndryshme, sepse nuk ishte e lehtë ti kërkosh faljen e gjakut dikujt. Dhe keni pas një detyrë të vështirë. Më ktheve pas, kam një skenë para syve kur plaku qante, dhe këtë qysh me falë gjakun. Ma ka vra me qëllim djalin e Hasretit. Po. Fmi, shtalp, ende i parritun. Qysh me falë djalin e Hasretit. Ka pas momente tilla kur me të vërtet të ngrinte gjaku, po ka pas momente kur edhe vlonte gjaku. Edhe të shkon të menja me thonë, po qebre unë, po dalë pa e marrë gjakun për ty. Mirë po, ish një cak më i naltë. Ish një porosi me madhe. Porosia ishte, na falë gjakun. Jo gjaksit, neve, rinis, Kosovës, kjo ka qenë ajo formula që ju e keni mbaj gjallë këtë. Kjo na folë. Dë bashkuhemi, i bollë po na vret serbi, mos ta vrasim edhe njëri tjetrin. Kjo ka qenë formula. Natyrisht edhe me urtësin e profesor Anton Qetës, me urtësin e ti, edhe me kamgulljen e të rive, të cilët në për oda e kanë pregatit rastin, e kanë pregatit. Ju kanë kriju ndoshta juve hapësirë më shumë për me pas gatshëm atë kërkesën. Gjithsesi. Pos fundi, çfarë jeni duke bërë atje në Zvicër? Çfarë po punoni? Cilat janë ato vargje të bukura të fundit që po i shkruan ti? Përveç angazhimit në qendrën Gjenocidi Plagë e Hapur në Kosovë, natyrisht jam edhe antare e bordit, mund të them edhe në përshoqatat tjera në Zvicër, kështu që angazhimi vazhdon edhe matutje, me shkru vazhdoj të shkruj, besoj që shpejti do të dalë edhe me një vëllim të ri të poezive, kryesisht poezive, dhe shpresoj t'je ma shpesh në Kosovë. Gjithsesi, sa të bën mirë me u ndi ty kur shkruan? Çfarë është poezia për ty? Cila është ajo ndjesia shpirtërore që dëmt me përcjell përmes vargut edhe fjalës së shkruar? Është një nevojë e mbrëmshme me u thonë diçka. Edhe në vend se që gjendet një person me cilin e bisedon, e ke letrën lapsin, edhe ja thu letrës lapsit, ja thu lexuesit në atë mënyrë. Mirë po, natyrisht, prej ides kur shkruhet, edhe desa vjetë e lexuesi, është një proces i cili nuk shkon sot nesër, spaku te union, ndoshta dika tjetër, po. Është një nevojë e mbrëmshme. E keni ende të freskët atë lidhjen tuaj me Gjakovën, me protestat, me aktivitetet, me ngjarjet para luftës, të cilat shumë të ri kanë penalizuar në shumë aktivitete tjera ditore? Natyrisht lidhja me Gjakovën është evidente, është e pashkputshme. Unë prej kësaj toke, prej këtij vendi kom dalë, jom rrit shkollën fillore, shkollën e mesme, studimet në Prishtinë dhe për fat keq pastaj shumë shkurt mas studimeve, mas një aktiviteti pikrisht këtu në Gjakovë, mu dasht largohem. Mirë po, lidhja është e pashkputshme. Nuk ka asgjë që e shkput. Nuk janë 30 vjetë margim që e shkpusin, në asnjë mënyrë. Po e përndjekur politikisht, vetë fjala përndjekur politikisht është diçka e rëndë. Dihet sikur është diçka sfiduese dhe vazhdimisht mund të jetë ndoshta e rrezikshme. E kete i kaluar lehtë ti këtë? Me vetveten, sepse nga rrethanat është dashur të përballesh. Mund të them fillimi në Zvicër ka qenë shumë i vështirë. Se prej një angazhimi këtu të përditshëm, prej një rreziku aktual, të përditshëm, një rrezikshmënie ku secilit prej nesh, prej aktivistëve të ndryshëm na është rreziku jeta. Po shkoj me një vend ku si i rrezikun. S'njek askush. Ndoshta s'ke edhe cak për fillim. Gjithsesi, fillimi. Sepse ku shkova që të largohem pak. Të largohem, thanë largohu, mos ju bjen sy, mos ju bjen dorë.
u largova për një kohë shkurt. Prandaj një jetë e pacak ka qenë shumë vështirë atje të përballohet në fillim. Këtu policë, Gjakova viteve 90-ta ka qenë, Kosova viteve 90-ta, ka qenë përplot policë. Me rreziqe vazhdueshme, ditore. Shkoj atje edhe me dash me lyp policë, nuk gjen, nuk sheh kërka policë. E ka qenë fillimi ka qenë me vërtet shumë i vështirë. Faleminderit që të u kënaqëm. Edhe me që temë boshtë e diskutimit të ditës së sotme ishte puna organizatës, edhe ne gjithmonë duam të promovojmë organizata të cilat edhe pse janë jashtë atë dheut, lidhjet i mbajnë me atë dheut, sepse kështu ka ndodhur edhe në kohën e rilindjes, të cilët rilindjasit tanë kanë punuar jashtë, por lidhjet me atë dheun i kanë pasur, dhe si duket po ndiqni atë rrugtim tyre. Për fat mirë, ende ekziston një frym e tillë. Shpresoj që kjo frym e tillë vazhdon edhe në gjenerata tjera. Mirë po, me një aspekt tjetër, që Kosova t'i kryj të gjitha detyrat cilat ende i kanë tavolinë, do të thotë në aspektin internacional. Dhe shpresoj që të ketë edhe tjerë që e vazhdojnë, mirë po në forma tjera, mënyra tjera, jo sikur tjertë. Ka shumë organizata në diaspor të cilat kanë misionet të tilla siç ka organizata juaj? Me sa unë e di, jo. Mirë po ka organizatat ndryshme qeveritare, cilat në radh parë mirën me promovimin e kulturës. E mbajnë jetën kulturës, ka shumë të tilla. Sepse mbahet gjallë jeta kulturore, traditat, zakonet, dhe në një farë forme edhe lidhja pastaj është më mirë mes njerëzve. Shërbejnë edhe si takime mes njerëzve, apo? Gjithsesi. Do të qëndroni gjatë në Gjakov, do të presim 15 gjithsesi, ha? Gjithsesi. Unë do doja shumë që ky 15 janari, përpos që do t'jetë një ditë për kujtimin e gjenocidit në Kosovë, do t'jetë edhe një ditë kur do t'na sjellë diçka të re. Prandaj ju takon të keni edhe një mesazh frydhënës dedikuar atyre parlamentarëve të cilët e kanë në dorë këtë situatë. Është një dhimbje e përgjithshme e gjithëve, prandaj shpresoj që me datën 15 ose më herët, s'largu me 15, të miratohet në Kuvendin e Kosovës kërkesa, të cilën qendra e ka parashtruar. Mënyrë zyrtare me datën, do të thotë para 2 muajve e kemi bërë kërkesën zyrtare, edhe shpresojmë që nuk e dini ende nëse ajo është futur në rendite, se unë kam përshtypjen derisa të futet në rendite, se pastaj është e natyrshme që deputetët tanë ta votojnë një nismë të tillë. Informacione kemi që është futur në rendite, që s'paku është bërë kërkesa që të futet në rendite, mirë po që është futur në rendite, shpresojmë që do t'jetë ashtu. Edhe kur jem këtu, kisha dashur edhe një apel së ta bëj. Me datën 15, pra atëherë ju lutem gjithve, kush i ka mundësit, në qendër qytetit, në shtëpijat veta, ta ndezim nga një qiri për viktimat. Kjo është një traditë të cilën ne ka vite që qendra jonë e organizon edhe e bon këtë. Kudo, pra në përbot kemi pa që janë ndez qiri. A është ora caktuara apo gjatë ditës? Do të dalim mramje, do të dalim edhe me një informacion ora sa, se do t'jetë ora e caktuar. Zakonisht do t'jetë ora mramje, ora 7-8 dika, po si dhe që t'jetë, do të dalim edhe me një informat. Faleminderit shumë. Uroj shëndet edhe mbarësi dhe profesionalizëm sa më shumë në punën tuaj atje në Zvicër. Gjithsesi të vini sa më shpesh në Kosovë me nisma të tilla të cilat sjellin historinë vete. Shumë faleminderit edhe juve për ftesën. Neves na mbetet gjë tjetër miq të televizionit Syri, post ju rikujtojmë edhe një herë këtë simbol kaq unik i cili pritet që më datën 15 janar 2023 të votohet në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Përmes këtij simboli kaq të bukur, ne do të identifikojmë, do të kujtojmë të gjitha viktimat e gjenocidit të luftës së fundit në Kosovë. Mirëmbajtje dhe faleminderit që na ndoqët. Vazhdoni të jeni me programet tona.